Një ngjarje e papritur ka shqetësuar sot fansat e çiftit të njohur të muzikës popullore Rita Haziri dhe Fidan Gashi, të cilët kanë qenë të përfshirë në një aksident trafiku. Sipas raportimeve nga mediat kosovare, përplasja ka ndodhur në një aks rrugor në Kosovë, ndërsa fatmirësisht ngjarja nuk ka pasur pasoja serioze për artistët. Burime pranë çiftit kanë bërë me dije se Rita dhe Fidani kanë dalë nga mjeti pa lëndime të rënda, ndërsa ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Ata janë transportuar me njëherë në spital për kontrole mjekësore rutin, ku pas ekzaminimeve janë lënë të lirë të shkojnë në shtëpinë e tyre. Në rrjetet sociale, të dy artistat janë shfaqur të qetë dhe të buzëqeshur, duke falendëruar fansat për shqetësimin dhe mbështetjen ndaj tyre. Jemi mirë, gjithçka është në rregull. Faleminderit për kujdesin tuaj, thuhet në reagimin e tyre pas incidentit. Sipas dëshmive të para, aksidenti dyshohet se ka ndodhur si pasojë e lagështirës në rrugë dhe humbjes së kontrollit të automjetit, por policia po heton për të përcaktuar shkaqet e plota të kësaj ngjarje. Ky episod ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit dhe kolegët e tyre të skenës, të cilët kanë uruar për artistët që të vazhdojnë aktivitetin e tyre pa pengesa. Rita Haziri dhe Fidan Gashi janë ndër çiftet më të dashura të muzikës popullore shqiptare, të njohur për bashkëpunime të shumta dhe energjinë pozitive që ofrojnë në skenë. Fatmirësisht, këtë herë rreziku kaloi pa pasoja, duke e kthyer aksidentin në një kujtesë të rëndësisë së kujdesit në rrugë, edhe për ata që janë gjithmonë në lëvizje për t'i sjellë publikut muzikë dhe gëzim në festat dhe gëzimet e tyre.